Përplasja në distancë mes gazetarit Blendi Fevziu dhe kryeministrit Edi Rama vjen ende. Rama reagoi lidhur me deklaratën e gazetarit se ministrat e tij regjistrojnë pamje sikur ndodhen në Shqipëri dhe i transmetojnë ato live nëpër media, ndërkohë që ndodhen jashtë vendit. Në përgjigje të akuzës së Fevziut, Rama i publikoi këtij të fundit listën e udhëtimeve të tij në disa periudha kur ai transmetonte live në televizion emisionin e tij të përjavshëm. Ky reagim i kryeministrit nuk ka mbetur pa përgjigje nga Fevziu, i cili është kundërpërgjigjur me një tjetër status në rrjetin e tij social Facebook. Fevziu i qëndron versionet e tij të mëparshëm, duke i quajtur të turpshëm veprimin e ministrave dhe mënyrën se si vendimet i deklarojnë teksa ecin rrugëve dhe flasin me vete, ndërkohë që kameramanët i filmojnë. Gjithsesi ai pranoi se një pjesë të fajit e kanë edhe mediat, të cilat pranojnë të transmetojnë materiale të tilla. Sa i takon listës së udhëtimeve, Fevziu shprehet se ato i ka bërë publike vetë dhe se Rama i ka gjetur në profilin e tij në Instagram. Ai theksoi më tej se krahasimi që Rama i bëri atij me ministrat e shtetit ishte i pavend, pasi ai ishte një njeri i lirë që nuk paguhet nga taksat e shtetit dhe të qytetarëve shqiptar dhe se mund të bëjë çfarë të dojë me emisionin e tij. Për fat të keq, Rama ishte prej mendësisë së qeverisë së tij, duke rrëmuar në profilin tim në Instagram. Kishte parë postimet e mia të ditëve të fundit gjatë një turi në Amerikën e Jugut. Turi është bërë në gusht, kur ishim pushim, ndërsa postimet e videove e shtesë i publikova këto ditë. Domethënë ishin si videot e ministrave të tij, por me një ndryshim. Unë s'kam qenë kurrë në 33 vitet e fundit punonjës publik, as jam paguar nga taksat e shqiptarëve dhe as kam detyrim të përgjigjem atyre. Unë postoj kur të dua, sepse nuk gënjej njeri. Aq më tepër që pjesa më e madhe e tyre mban shënim gusht 2025. Unë jam një qytetar i lirë, që e ndërtoj jetën si të dua dhe dhënë Zoti ta kem ndërtuar mirë. Kur Rama të jetë edhe ai i lirë, do ta kuptoj që kjo e imja është më interesante se ajo që ka zgjedhur ai dhe në të cilën ai e di shumë mirë. Unë e kam refuzuar më shumë se një herë. Kam bërë gabim apo jo, pak rëndësi ka, do vjoj ta refuzoj, shkroi Fevziu. Gazetari sqaroi gjithashtu edhe akuzën e Ramës se ai ishte i ndaluar nga autoritetet venezueliane gjatë hyrjes në Venezuelë, duke thënë se ajo është thjesht një shaka e kryeministrit. Në fund ai bëri thirrje Ramës që të vinte në emision dhe të fliste për të gjitha shqetësimet që ka.